تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد gjithë lavdia takon vetëm Allahut. Ata e lavdrojmë dhe i shprehim lavdi, prej tij kërkojmë ndihmë dhe prej tij kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga keqja vetes son dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë udhzon Allahu s'ka kush e devion dhe kë devion Allahu s'ka kush e udhzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, ti je i lartësuar dhe i pastër nga çdo emet, ne nuk dim asgjë posa asaj që na ke mësuar ti, në të vërtetë ti je i gjithdituri, i urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë tërësi dhe mos na lër të mbështetur në vetet tona asnjë çast. Vazhdojmë me leximin dhe komentimin e librit Al-Adabul Mufrad të autorit Imam Ebu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, i cili ka lindur në vitin 194 dhe ka vdekur në vitin 256 të Hijretit. Allahu e mëshiroft dhe falt atë dhe të gjithë dietarët e umetit. Allahu na falt ne, prindrit tan, mësuesit tan dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtaret, të gjallët dhe të vdekurit. Kemi arritur të këto temat të këtij libri të çmuar. Jemi te tema ku ka thënë autori rahimahullah, babu sibab al-muslimi fusuqun. Do thotë temë që tregon se sharja e muslimanit është mëkat ose dalje prej kufive të bindjes ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Ka thënë haddathana Ibrahim ibn Musa qala akhbarani Yahya ibn Zakariya an Abi Zaida an Zakariya an Abi Ishaq an Muhammad ibn Sa'd ibn Malik an abihi an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qal. Do të thonë me këtë zinxhir transmetohet si shohim nga Muhammad ibn Sa'd ibn Malik. Do të thonë Muhamedi i biri i Sa'd ibn Malikut. Dhe ky transmeton nga jati i tij, nga Sa'd ibn Malik. Dhe Sa'd ibn Malik është Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Pra Sa'di i biri Abu Waqqasit. Abu Waqqas se ka pasur emrin Malik. Dhe ky është një prej 10 të përgëzuarve me xhennet, dhe është ndaj i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është prej luftëtarëve më trima në Islam, ka qenë shigjetar i shkaft dhe është i pari që ka gjuajtur me shigjet në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra Sa'd ibn Malik ose Sa'd ibn Abi Waqqas thot, transmeton nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka thënë sibabul muslimi fusuqun. Do të thonë sharja e muslimanit është fusuq. Do të thonë është mëkat shumë i madh. Njëherë dhe ka dy hadithe të tjera ose tre hadithe të tjera me të njëjtin kuptim, po do t'i marrim një nga një. Në këtë hadith përmendet fjala sibab, që është kuptim më i fuqishëm se fjala seb. Do të thonë seb në gjuhën arabe do thotë sharje ose ofendim. Pra ti thuhet muslimanit një fjalë me të cilën e ofendon ose e rëndon. Kjo quhet sebun. Kurse sibab kanë thonë disa prej dietarëve se dallimi është që seb është duke e ofenduar me diçka që e ka. Kurse sibab, më thënë është më shumë dhe është ofendim dhe sharje me ato që i ka dhe me shpifje të cilat nuk i ka. Do të thënë
është më shumë se vetëm një ofendim i thjesht me diçka që e ka, pra duke i mveshur edhe më shumë se ato që i ka, do thotë është sibab. Disa kanë thonë, është për qëllim kuptimi gjuhësor ose morfologjik, do thotë është nënkupton do thotë veprim të ndërsjell. Pra pjesëmarrja në sharje, kur dy musliman e shajnë njëri tjetrin. Do thotë ky ofendon, ai ofendon, ky e ngre zërin, ai e ngre zërin, do të thonë me ofendime dhe sharje dhe poshtrime. Kjo është fusuk. E shohim këtu se është përmendur fjala fusuk. Edhe ne përkthejmë mëkat ose mëkat i madh, mirë po emrat për mëkatet janë të ndryshme. Kemi fusuk dhe kemi ma'sije ose isyan. Edhe kemi gjithashtu dhëmb, edhe kemi sejje, do thotë kanë emra të ndryshme. Dhe secili prej këtyre emrave tregon një kategori. Zakonisht e gjejmë në tekstet e Kuranit dhe Sunetit se mëkatet e vogla quhen sejjiat ose sejjie, njëjsi, që do të thonë një punë e keqe ose punë, do të thonë e pahishme. Pastaj më lartë se këto janë dhemb ose fahishe, do të thonë mëkate të rënda ose të turpshme. Dhe të gjitha këto i përfshin fjala ma'sije ose isyan, që do thotë mosbindje. Pra shkelje e urdhrit, kundërshtimi i urdhrit ose shkelje e asaj që ka ndaluar Allahu. Të gjitha këto janë isyan ose ma'sije. Kurse edhe më e rëndë se kjo është fjala fusuk, që do të thonë dalje krejtësisht prej kufive të bindjes ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj Allahu ka thënë që ta shohim se ka përshkallëzim te fjala e Allahut, thotë wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan. Do të thonë Allahu ju ka bërë të urryer ju kufrin, mosbesimin, fusukun, do të thonë daljen shthurjen dhe daljen prej kufive të bindjes të Allahut, dhe isyan edhe kundërshtimet tjera, do të thotë kundërshtimi i urdhrave të Allahut ose shkelja e ndalimeve të Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj këtu në këtë hadith e shohim se sharja e besimtarit ose sharja me besimtarin, me muslimanin, nuk është vetëm një mëkat i thjesht, po është prej mëkateve më të rënda. Do të thonë është fusuk, do të thotë dalje prej kufive të fesë së Allahut dhe dalje prej kufive të bindjes së Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe ky fusuku, kjo dalja, ka dy kuptime. I thuhet fusuk i vogël, do të thonë që është kjo që e përshkruan, prej mëkateve më të rënda. Dhe fusuk i madh, që do të thotë dalje krejtësisht prej fesë, ose do të thonë kufër. Ka fusuk i madh ose fisk i madh, që është dalje prej fesë, edhe fasikun me fasik, do të thonë mëkatar me këtë kuptim, me këtë fjalë, me kuptimin e plot quhet mosbesimtari, kafiri, se ka thënë Allahu subhanahu wa taala fa hal yuhlaku illa alqaumul fasiqun. Do të thonë shkatrohen vetëm njerëzit fasik, do thotë mosbesimtar. Pra ky është fisku i madh. Po ashtu ka thënë Allahu wallahu la yahdi alqaum alfasiqin. Pra Allahu nuk i udhëzon njerëzit fasik, që janë, do të thonë mosbesimtarët. Edhe tjetri fisk, që është më i vogël se ky, do të thonë që vjen menjëherë poshtë kufrit. Do thotë fisku i vogël, që do të thonë është prej mëkateve më të mëdha. Pra nuk e nxjerr njeriu prej feje, mirë po është i rrezikshëm edhe është shumë i rëndë. Prandaj prej këtij hadithi përfitojmë se ndalohet sharja dhe ofendimi i muslimanit dhe është prej mëkateve më të mëdha.
Ky ofendim dhe kjo sharja është për qëllim, fjala sibab ose seb është për qëllim kur është i pranishëm. Domethënë kur i thuhen atij në praninë e tij, i thuhen fjalë të këtilla, atëherë ky është prej mëkateve më të mëdha. Dhe kur nuk është i pranishëm, kur mungon, gjithashtu ofendimi i muslimanit është një prej mëkateve më të mëdha dhe quhet ghibe, domethënë përgojim ose përmendja e tij në mungesë të tij. Pastaj në hadithin e radhës, në të njëjtën temë, thot: Haddathana Muhammad ibn Sinan, qala akhbarana Fulejh ibn Sulejman, qala haddathana Hilal ibn Ali an Anas, qal, dhe thot me këtë zinxhir transmetohet nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, i cili ka thënë: Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala la'anan wala sabbaban. Kana yaqulu 'inda al-ma'taba ma lahu tariba jabinuhu. Do thot Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë fahish, që do të thonë nuk ka pas fjalë ose vepra të pahishme, dhe nuk ka pas fllitësi në fjalët e tij ose në veprat e tij. Wala la'anan, edhe gjithashtu nuk ka qenë mallkues, domethënë që ka mallkuar vazhdimisht. Wala sabbaban, edhe nuk ka qenë sharrës ose ofendues. Kur ka dashur ta qortoj dikën, i ka thënë malehu, ka thënë për ta malehu, do të thënë si është puna e këtij, ose çka ka ky. Do thotë ky ka qenë qortimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ka thënë tariba jabinuhu. Kjo është shprehje që nëse e përkthejmë fjalë për fjalë, do thotë u pluhrost ose u bëft me dhe balli i tij. Do thotë edhe ky hadith tregon këtë moral të lartë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ka qenë larg dhe i pastër prej fllitësive në fjalë ose në vepra. Do thënë ka qenë shumë i pastër nga çdo gjë që është e pahishme ose që quhet e fllitsht qoftë ajo prej fjalëve dhe shprehjeve, qoftë prej veprimeve ose lëvizjeve ose grimasave, do të thënë nuk i ka pasur këto pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe nuk ka qenë la'an, do të thënë nuk ka mallkuar, pra nuk i ka mallkuar muslimanët dhe nuk i ka mallkuar besimtarët, dhe nuk i ka përdorur mallkimin shumë, sepse mallkim do të thënë largim. La'an do thotë largim, dhe qëllimi është largimi prej mëshirës së Allahut. Pra kur thuhet për dikën la'anahu Allah, kuptimi është Allahu e largoft prej mëshirës së tij. Do të thënë mos ketë ai qasje në mëshirën e Allahut. Dhe këtë nuk e ka përdorur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të thënë nuk ka qenë rruga e tij. Dhe nuk ka qenë sebab, do të thënë që ka sharr ose ka ofenduar ose i ka nënçmuar njerëzit. Thotë nuk ka qenë ky morali i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si edukator dhe mësues, patjetër do ta bëj atë që bën patjetër secili edukator dhe secili mësues. Patjetër duhet ta qortoj dikën. Patjetër do ta qortoj kur gabon. Sepse gjithashtu edhe kjo pra butësia e tepruar, po ashtu nuk është e lëvduar. Patjetër duhet ketë ndonjëherë ashpërsi dhe qortim. Mirë po, edhe në këtë qortim ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në nivelin më të lartë të dinjitetit dhe të pastërtisë dhe të moralit të lartë. Nuk ka përdorur fjalë të këtilla, por ka përdorur malehu. Do të thënë si është puna e tij, ose çka ka ky, ose çka ka filani. Do të thënë kjo ka qenë shprehje që ka treguar paknatësi me veprimin ose fjalën e dikujt, ose ka thonë teribe jabinuhu, si tham, u pluhrost balli i tij. Kjo shprehje për këtë gjithashtu ka disa shpjegime. Nëse e marrim kuptimin e drejt për drejt, do të thotë saqata lit-turab, do të thënë i rand balli në dhe. Kjo
Disa prej dietarëve kanë thonë që është për qëllim pra që të mbetet pa asnjë pasuri, pa asnjë pasuri, do të thonë mbetet për tokë. Ky është kuptimi, domethënia. Disa kanë thonë se është për qëllim, pra kjo domethënë lutje kundër atij që e ka bërë këtë gabim. Disa kanë thonë se është e kundërta, lutje për të, do thotë i raft balli në sejdë. Pra u përmirësov dhe u bëft, do thotë, adhurues ndaj Allahut subhanahu wa taala, që ta vazhdimisht ta vër ballin në sejdë. Por sidoqoftë, edhe ky është një, do të thënë, mendimi tjetër i dietarëve, se këto shprehje janë shprehje që kanë qenë të përhapura te arabët. Dhe nuk është për qëllim kuptimi i tyre. Do të thënë është vetëm si shprehje paknatësie, edhe ka dhe shprehje të tjera dhe në gjuhë të tjera, nuk është qëllimi realiteti i kuptimit të atyre fjalëve. Pra nuk është qëllimi lutje kundër tij, por është vetëm fjalë që është ngulitur, do të thënë, në gjuhët dhe në të shprehurit e arabëve dhe për këtë, do të thënë, në këtë mënyrë kanë përdorur. Po ashtu kanë përdorur edhe qatelak Allah, do thotë Allahu të vraftë, por nuk është qëllimi i lutjes ose mallkimit, do të thënë në kuptimin ton, po është vetëm si shprehje e tillë. Po ashtu kanë thënë disa prej dietarëve, ky ka qenë si shembull që e ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të thënë shembull që dhe si tham, ka qenë një shprehje që e kanë njohur, do të thënë që ai i cili e dëgjon fjalën e tij ta kuptoj seriozitetin e qortimit nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ta kuptoj se ai që e ka kundërshtuar këtë fjalë, do të thënë ka vepruar keq dhe gabim. Do të thënë, pra gjitha këto janë shpjegime të kësaj fjale. Por qëllimi i gjithë kësaj është të tregohet se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka kryer edukimin e sahabeve dhe si ka qortuar kur ka pas nevojë të qortoj, pasi kjo ndodh në mënyrë të domosdoshme, patjetër do të ndodh ndonjëherë. Në këtë hadith sqarohet morali i bukur i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe tregon se ne kemi obligim ta ndjekim rrugën dhe shembullin e tij sallallahu alaihi wasallam. Edhe po ashtu ky hadith tregon se këto fjalë që i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam janë të lejuara të përdoren në qortim, pra si teribe xhabinuhu ose fjalë tjera që të ngjashme, thekilet ke ummuk ya Muadh, për shembull, ka thënë ajo i bie të qaftë nëna, do të thënë përkthimi i drejt për drejt, por është prej këtij lloji të fjalëve që thuhen edhe nuk është për qëllim realiteti i kuptimit të tyre, nuk është lutje me të vërtetë. Pastaj në hadithin e radhës ka thënë Imam Bukhari rahimahullah, haddathana Sulejman ibn Harb قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سمعت أبا وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. Do të thonë me këtë zinxhir transmetohet nga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu se ka thënë sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Do thotë pra ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sharja e besimtarit është fusuq, kurse lufta kundër tij është kufër. Do të thënë pjesa e parë u shpjegua te hadithi i parë, treguam çka do thotë sibab, do thotë ndoshta e ka kuptimin e teprimit në sharje, pra kalimit të kufive të vërtetës dhe përdorimi i fjalëve të vërteta dhe të pavërteta në sharje, ose është për qëllim, demek, sharja ndërsjell, pra duke e shah njëri tjetrin, kjo është fusuq, pra dalje prej kufive të bindjes ndaj Allahut subhanahu wa taala. Wa qitaluhu, vrasja e besimtarit ose lufta me besimtarin. Do të thënë fjala qital ose është për qëllim vrasje ose është për qëllim, do të thënë luftim me muslimanin, është
kufr. Do më thonë, gjithashtu edhe fjala kufr do thot dalje prej kufive të bindjes ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe ky hadith tregon qërtimin e ashpër të luftës kundër muslimanit, edhe ose të vrasjes së muslimanit. Do të thënë, nuk është quajtur vetëm mëkat, po është quajtur kufër, që do të thotë se është prej mëkateve më të rënda. Dhe nuk është qëllimi kufër me kuptimin e daljes prej islamit, po është qëllimi i daljes prej bindjes ndaj Allahut edhe mohimit të dhuntive të Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe që tregon se është prej mëkateve më të rënda, ose tregon se është rrugë për të arritur në kufër. Do më thënë, nëse dikush është musliman, edhe vazhdimisht i shan muslimant, i ofendon, edhe kur i vjen rasti, do më thënë, ndonjë fitnë ndodh, edhe i lufton, edhe e ka, do më thënë, duke u përshkallëzuar në të këqija, edhe në mëkate, në rënje më të madhe, sa që edhe vret musliman, do thotë është rruga e tij, rrugë e kufrit. Edhe ndoshta së shpejti do të dalë prej islamit, ose përfundimi i jetës së tij do të jetë jashtë islamit. Allahu na ruaj prej kësaj. Pasi këto fjalë që janë përmendur, në transmetim tjetër është sibabul muslimi akhahu fusuqun. Do të thënë, kur muslimani e shan vllajën e vet, kjo është fusuq. Wa qitaluhu kufrun. Lufta ose vrasja e tij është kufër, wa hurmatu malihi ka hurmati damihi. Dhe shëntëria ose mbrojtja e pasurisë së tij, edhe paprekshmëria e pasurisë së tij është si paprekshmëria e gjakut të tij. Siç ndalohet t'i derdhet gjaku muslimanit, gjithashtu ndalohet t'i preket edhe pasuria. Dhe kjo, do të thënë, këto fjalë që janë përmendur, fusuk edhe kufër, si tham, janë rrugë e devijimit edhe shkatrimit. Pasi nëse njeriu është në fisk, edhe Allahu ka thënë wama yudillu bihi illa al-fasiqin, pra Allahu i devijon vetëm ata që janë në fisk, vetëm ata që bëjnë fusuk, ata devijojnë. Edhe mund të jetë kuptimi hadithit, gjithashtu kam thënë disa prej dietarëve, se me këtë fisk që vazhdon, do thotë i devijon zemra dhe del në kufër. Edhe e vret muslimanin, edhe më shumë, do të thënë, thellohet në fisk edhe del në kufër. Sepse fisku nuk e çon në udhëzim. Fisku asnjëherë nuk e çon njeriu në drejt udhëzimit, por e shpije drejt devijimit dhe drejt kufrit. Dhe nuk ka dënim më të rëndë për njeriu se sa kjo, që për shkak të mëkatit, do të thënë, Allahu i jep më shumë devijim edhe më shumë largim. Disa prej dietarëve kanë thënë se qëllimi është nëse e vret ose lufton muslimanin duke e llogaritur këtë halal. Do të thënë, duke thënë se lejohet të vritet muslimani, atëherë kjo padyshim se është kufër. Ose ka thënë Imam al-Qistillani, pra qëllimi është min qitalil muslim mustahillan. Do të thënë, është për qëllim nëse e vret ose lufton muslimanin duke e bërë halal luftën ose vrasjen e tij. Au el-kufru lughawi, do të thënë, ose është për qëllim kufri gjuhësor, do të thënë jo kufri që e nxjerr prej fesë, por kufër gjuhësor. Çfarë do thotë gjuhësisht kufër? Nëse e di dikush? Mbulim. Kemi thënë, do thotë mbulohet, sepse qafirat e mbulojnë besimin që e kanë në zemër. Do thënë, qëllimi është mbulim. Dhe në këtë, ose mohim, do të thënë, nëse muslimani e lufton muslimanin, ose e vret muslimanin, do thotë se e ka mbuluar, ose e ka mohuar atë obligim që e ka ndaj muslimanit, që është mbrojtja e tij, ndihma ndaj tij, edhe largimi i pengesave prej tij, ose largimi i shqetësimit muslimanit. Këto janë obligime. Nëse e lufton ose e vret, do të thënë i ka mbuluar ose i ka mohuar gjitha këto obligime. Dhe po ashtu me këtë fjalë është për qëllim
qërtimi ose paralajmërimi I ashpër. Do të thënë që të ketë që duhet ta di të mbrohet shumë muslimani prej kësaj dhe nuk është për qëllim se del prej islamit. Do të thënë kjo është prej mëkateve të mëdha, por nuk është kufër që e nxjerr njeriu prej islamit. Dhe në hadithin tjetër, në të njëjtën temë, ka thënë Imam Bukhari rahimahullah, haddathana Abu Ma'mar قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة قال حدثنا يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الدؤلي حدثه أنه سمع أبا ذر رضي الله عنه دثت مكت زنجير الريتم دلتا أبو ذر رضي الله عنه يتسيلي ثوت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë la yarmi rajulan bil fusuq. Do të thënë asnjë njeri mos ta akuzoj askënd se është fasik. Do të thënë mos thotë se ka bërë fusuq ose fisk. Wala yarmihi bil kufr, dhe askush mos ta akuzoj dikën për kufër. Illa irtaddat alayhi. Përndryshe, do të thënë nëse I thot dikujt fasik ose I thot dikujt kafir, do të thënë kjo fjalë I kthehet atij, illam yakun sahibuhu kadhalik. Nëse shoku I tij nuk është I ktill. Do të thënë nëse nuk është ai me të vërtet fasik, edhe nuk është kafir, atëherë ajo fjalë kthehet te thënësi. Pra kjo do të thotë gjithashtu tani kjo është në temën e sharjes ose ofendimit të muslimanit. Pra që t'i thuhet muslimanit fasik, ose t'i thuhet muslimanit kafir, do thotë kjo është prej sharjeve më të rënda, edhe më të shëmtuara. Prandaj çdo herë kur dikush I thot një muslimani fasik ose kafir, do thotë ajo fjalë nëse nuk është e vërtetë, nëse nuk është e vërtet se ai është I tillë, atëherë kjo fjalë I kthehet atij. Do të thonë, nëse njeriu me këtë do ta dëmtoj edhe ta shqetësoj edhe ta rëndoj muslimanin, do të thonë I kthehet kjo barra e kësaj fjale dhe mëkati I kësaj fjale, I kthehet atij. Sepse kuptohet se muslimani e ka obligim ta mbrojë muslimanin, edhe t'ja ruaj nderin, edhe nëse nuk e kryen këtë obligim, atëherë, por e bën të kundërtën, atëherë do të thonë është thelluar në mëkat dhe gjithashtu nëse muslimani edhe nëse sheh një gabim te muslimani, edhe sheh se ka këtë tmet, duhet të mundohet ta përmirësoj në mënyrën më të mirë, do të ta korrigjoj atë gabim dhe ta thrasë në udhëzim muslimanin me fjalë që shkaktojnë që ai ta pranojë këshillën edhe të kthehet në rrugën e drejtë. Sa të ketë mundësi, do të thënë sa të ketë mundësi njeriu përdor butësi dhe nuk kur ka mundësi ta përdor butësinë, nuk lejohet ta përdor ashpërsinë. Do të thënë ashpërsia është, siç thuhet, ilaçi I fundit, si djegja, do të thënë është ilaçi I fundit. Nëse nuk përmirësohet edhe nuk drejtohet njeriu, atëherë përdoret edhe ashpërsia dhe dënimi e kështu me radhë. Por kur ka hapësirë për butësi, do të thënë duhet njeriu ta përdorë atë, sepse me ashpërsi ka mundësi të ndodhë që edhe më shumë largohet. Do të thënë nëse I vjen dikush edhe nuk ja pranon sqarimet, për shembull, nuk ja pranon justifikimin edhe vetëm e akuzon, do të thënë kjo shkakton që ai njeri edhe më shumë të largohet nga këshilla e tij ose edhe më shumë do thotë këmbgul në rrugën e gabuar që e ka. Sidomos nëse ky I cili e këshillon ose urdhron është në nivel më të ulët se ai. Pra nëse është pushtetari për shembull ose prindi, prap më shumë ka mundësi edhe këtë qortimin me ashpërsi dhe me vrasësi ta pranojë dhe të përmirësohet njeriu. Por nëse është dikush që është në rangun e tij ose më ulët se ai,
atëherë nuk e pranon, njeriu zakonisht nuk e pranon ashpërsinë dhe sulmin me të vrazhd. Pra në këto hadithe që i përmendëm, përfitojmë si e pam se ndalohet sharja dhe ofendimi i muslimanit, ndalohet lufta kundër muslimanit me ndalesë të ashpër, edhe ndalohet gjithashtu vrasja e muslimanit. Gjithashtu këta hadithe janë argument për përdorimin e një rregulle që përdoret në shariat është quhet saddu dhara'i. Do të thënë shkputja e rrugëve që çojnë, do të thënë në një punë të keqe. Do të thënë ka mundësia e rruga në vetvete nuk është haram, mirë po shihet se çon në diçka që është e ndaluar ose e keqe, atëherë edhe ajo rrugë ndalohet. Po ashtu kjo nxjerrja e fjalës kufër, kafir për muslimanët, do të thënë edhe pa kufi, do të thotë pa kufizime për këtë fjalë, do të thënë është gjithashtu rrugë e kufrit, edhe është vepër që ka mundësi ta çojë njeriu në kufër. Gjithashtu këto hadithe janë argument se imani shtohet dhe paksohet. Në të kundërtën e asaj që kanë thënë murxhiet, në të kundërtën e asaj që thonë xhavarij, pra imani mund të shtohet edhe mund të paksohet, që njeriu do thotë edhe të bëjë mëkate edhe të mbetet besimtar. Pra në të kundërtën me xhavarij. Pra kjo fjalë se sibabul muslimi fusuq, do të thënë sharja e muslimanit është mëkat, do të thënë se mbetet brenda islamit, mirë po është me iman të dobësuar dhe të zvogluar. Në hadithin e radhës, gjithashtu transmetohet me zinxhirin e njëjtë që u përmend, nga Abu Dharri radhiyallahu anhu, i cili thotë se ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "Men idda'a li ghayri abihi wa huwa ya'lamu faqad kafar. Wa man idda'a qauman laysa huwa minhum falyatabawwa maq'adahu min an-nar." Ka thënë, kush pretendon se është i dikujt që nuk është baba i tij, do të thënë kush pretendon se e ka baba dikën tjetër, duke e ditur, ai ka bërë kufër. Dhe kush pretendon se është prej një populli dhe nuk është prej tyre, atëherë le të bëhet gati për ulsen në xhehenem. Wa man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwullah, kush e thret dikën me kufër, i thoto kafir, ose i thoto armik i Allahut, walaysa kadhalika illa harat alayhi. Dhe ai nuk është ashtu, do të thënë i thot dikujt o kafir, ose i thot o armik i Allahut, dhe ai nuk është ashtu, nuk është armik i Allahut dhe nuk është kafir, atëherë kjo fjalë i kthehet atij, i kthehet thënësit. Pra këtu janë përmendur në këtë hadith disa çështje. Kush pretendon se e ka baba dikën tjetër, ose e ka preardhjen prej dikun tjetër, jo prej asaj që e ka, kush e thot këtë, do të thënë ai ka bërë kufër. Edhe për këtë vend të kufrit, ose për këtë vend, do të thënë ku përmendet kufri, ka gjithashtu sqarimet që i përmendëm më herët, se është për qëllim kufër i vogël, jo kufri që e nxjerr prej islamit, ose do të thënë është kufrun ni'me, do të thënë mohimi i dhuntive të Allahut. Pra që Allahut ka bërë pasardhës të filanit, kjo është dhunti prej Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe mohimi i kësaj dhuntie është kufër, do të thënë përbuzje e të mirave të Allahut. Mirë po nëse e mendon njeriu këtë për të lejuar, atëherë mund dalë prej islamit. Gjithashtu në transmetim tjetër ka thënë wa huwa ya'lam, do të thënë duke e ditur. Pra e di se nuk e ka baba filanin, edhe thot, ky është baba im, ose unë jam biri filanit, e di këtë, atëherë do të thënë quhet kufër. Ka në tjetër transmetim faqad kafara billah, do të thënë e ka mohuar Allahun. Tjetër transmetim thot men idda'a ila ghayri abihi, do të thënë kush i përshkruhet tjetër kujt jo babait vet, wa huwa ya'lamu annahu ghayru abihi, dhe ai e di se ky tjetri nuk është babai i tij, fal jannatu alayhi haram,
Domethënë për ta xheneti është haram, është i ndaluar. Kurse çështja tjetër është kush i atribuohet një populli që nuk është prej tyre. Domethënë kush pretendon se është prej një populli tjetër dhe e mohon popullin e vet ose kombin e vet. E mohon ose familjen e vet ose fisin e vet dhe do t'i përshkruhet një fisi tjetër ose një kombi tjetër, atëherë le të përgatitet për ulsen në xhehenem. Kjo urdhrore, domethënë felejet e bëua, do të thotë është lajm, domethënë është informim, që domethënë se ai është i gatshëm për në xhehenem. Thotë që kjo është prej mëkateve më të mëdha. Gjithashtu në tjetër hadith ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Domethënë kush i përshkruhet ose kush pretendon tjetër përveç babait vet, do të pretendon se është i dikujt tjetër, jo i babait vet, ose i përshkruhet apo i atribuohet një populli tjetër që nuk janë familjarët e tij ose të afërmit e tij, atëherë ati i takon mallkimi i Allahut, i melajkeve dhe i gjithë njerëzve. La yaqbalu Allahu minhu yawm al-qiyamati sarfan wala adla. Domethënë Allahu prej tij në ditën e gjykimit nuk pranon asnjë vepër, asnjë drejtësi. Do thotë, gjitha këto janë hadithe qortuese dhe shumë të ashpra për paralajmërim kundër mohimit të prejardhjes ose mohimit të kombit. Do thotë, siç është kjo e ndaluar për njeriu në vet, gjithashtu ndalohet edhe që t'i thotë tjetër kujt. Do të si bëjnë këta islamofobët, edhe thonë ju nuk jeni shqiptar, ju e keni mohu kombin. Kjo nuk është e vërtetë. Njëherë ky ofendim është, do thotë, prej këtyre që i përmendëm, është fusuk ose kufër. Domethënë është mëkat i madh. Ata që i thonë ti nuk je i kësaj familje, ose nuk je i këtij populli, ose nuk je i këtij kombi, ose nuk je i këtij fisi, ky është ofendim i ndaluar, edhe është gënjeshtër, edhe është mohim i dhuntisë së Allahut subhanahu wa taala, dhe ndoshta është edhe kufër që nxjerr njeriu prej feje. Por ky hadith tregon se ne i nënshtrohemi vetëm Allahut subhanahu wa taala. Edhe i nënshtrohemi vetëm ligjit të Allahut të lartësuar. Nuk i nënshtrohemi asnjë gjëje tjetër nëse është në kundërshtim me atë që ka urdhëruar Allahu i lartësuar. Nëse diçka prej urdhrave të njerëzve, qofshin ata edhe prej të afërmve ose edhe pushtetarëve, nëse është në kundërshtim me ligjin e Allahut, ne refuzojmë. Edhe traditat të vendit ose të familjarëve ose të kombit, nëse janë kundërshtim me atë që ka urdhëruar Allahu, e refuzojmë. Por nuk e mohojmë kombin, edhe nuk e ndryshojmë kombin, sepse këtë na ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala. Domethënë edhe këto hadithe domethënë janë kërcënim i ashpër kundër atij që e mohon kombin, edhe gjithashtu nënkupton kjo edhe kundër atij që e tradhton kombin e vet, domethënë me tradhti, pra. Kurse ai që i thret njerëzit edhe kombin e vet e thret në Islam, edhe u mëson në nështrimin ndaj Allahut subhanahu wa taala, ai është njeriu më i sinqerti edhe më dashamiri për kombin e tij. Domethënë se ne dëshirojmë që kombi ynë edhe familjarët tanë, edhe të afërmit tanë të arrijnë shpëtimin, të shkojnë në xhenet. Edhe ky është qëllimi përfundimtar i secilit njeri që ka mend. Domethënë duam ta gjejmë rrugën e xhenetit. Edhe jo kemi folë më herët për tjera hadithe që flasin kundër mburrjes me preardhjen, edhe në çmimit të tjerëve në bazë preardhjes. Pra kjo nuk ka ndonjë dobi që njeriu të mburret se unë kam lindur prej këtij kombi, ose ti nuk e ke zgjedhur, domethënë. Edhe të arriturat e kombit nuk ke qenë ti meritor për ato. Secili vlerësohet për veprat e veta dhe të arriturat e veta. Nëse ka qenë babai im shumë i fuqishëm, pra e dini këto përdorin fëmijët, domethënë thotë babai jam është më i fuqishëm se babai yt. Kurse njerëzit e mençur nuk e thon këtë.
ka thënë një poet, lejse el feta men qale kana abi. Do të thënë nuk është burri fort ai që thot baba im ka qenë kështu. Walakin el feta men qala ha ana dha. Do të thënë burri është thot un jam ky. Do thotë ai që tregohet i fort me veprat e veta. Dhe jo këto mburje të koda, këto tregojnë dobësi, edhe mentalitet inferioriteti, që të këmbgullet vetëm në mburje për preardhjen, edhe në çmimit të tjerëve për shkak të preardhjes, që tregon, do të thënë, mentalitet të ulët. Dhe kur ne i thrasim njerëzit në Islam, do të thënë, nuk e mohojmë kombin, sepse Islami na ndalon. Do të thënë, si ka mundësi ne të thrasim në diçka me një rrugë që na ndalon, do të thënë, ajo për cilën thrasim. Pra nuk lejohet mohimi i kombit ose i preardhjes, por gjithashtu edhe nuk lejohet mburrja edhe mendematësia për shkak të preardhjes. Dhe të gjithë, pa marrë parasysh as shqiptar, ajo shqiptar, prej cilit komb ose cilës gjuhë ose cilës ngjyrë, secili e ka obligim të nënshtrohet Allahut, dhe inna akramakum inda Allahi atqakum. Edhe më i nderuari tek Allahu është ai që më shumë të i ruhet Allahut subhanahu wa taala. Pa marrë parasysh çfarë ngjyre ka, çfarë preardhje ka, çfarë gjuhë flet, do të thënë në ditën e gjykimit secili vlerësohet për veprat e tij. Nuk vlerësohet për atë se ku ka lindur, sepse ku ka lindur e ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Edhe nëse e dënon dikon për këtë, atëherë do të kishte qenë padrejtësi dhe kjo është e largët. Do të thënë Allahu është i pastër prej kësaj me pastërti të plotë. Po dhe pse ka përmendur autori këtë hadith në këtë temë, është fundi i hadithit që flet, do të thënë, për këto ofendimet dhe thirrjet me kufër. Ka thënë wa man da'a rajulan bil kufri, kush e thret dikon me fjalën e kufrit, do të thënë o kafir, ose aduullah, do thotë armik i Allahut, dhe ai nuk është ashtu, atëherë fjala i kthehet atij. Do thotë kjo fjalë i kthehet thanësit, i kthehet mëkati i saj, ose mund t'i kthehet realiteti i saj. Do thënë realiteti i kuptimit. Pra padyshim se mëkati i kthehet, siç sqaron hadithi tjetër, men qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma. Do thënë kush i thot vllajt vet o kafir, atëherë këtë fjalë ka përfituar njëri prej tyre. Do thotë ose është me të vërtetë ai të cilit i thuhet, ose është ai thënësi. Pra edhe kjo fjalë gjithashtu çka do thotë se si i kthehet, do të thënë çka do thotë ky kthimi. Disa prej dietarëve kanë thënë që nëse ai e di imanin e tij, e di, do të thënë se është musliman, dhe e mohon këtë, kjo thotë, kjo është kufër, nuk është, do të thënë nuk është rrugë e drejtë, atëherë ky njeri që e ka thënë këtë fjalë është kafir, siç bëjnë shijat, do të thënë që i thonë sahabeve kafira, edhe e mohojnë fenë e tyre. Edhe ata, patjetër, padyshim se janë kafira. Do të thënë kush e mohon atë fe që e ka muslimani, edhe thotë kjo është mosbesim, do të thënë ti je mosbesimtar me këtë fe, atëherë ai është kafir. Do thotë padyshim, pra nëse ky është të cilit i është thënë është musliman, atëherë ky thonësi është kafir. Tjetër, nëse e ka për qëllim, do të thënë nëse e ka për qëllim vetëm ofendimin e tij dhe jo realitetin e fjalës, atëherë është gjithashtu, atëherë është mëkat, do të thënë kufër i vogël, është prej mëkateve më të mëdha. Nëse e ka për qëllim ta ofendoj, jo ta mohoj fenë të cilën ai e bart. Nëse e ka me të vërtetë qëllim se është kafir, se e ka nxjerr prej feje pa argument dhe lejon dhe e bën halal, do të thënë këtë fjalë dhe ja bën halal gjakun, do të thënë që ta vrasë kështu me radhë, atëherë po ashtu kjo është kufër i madh, wallahu a'lam.
Edhe gjitha këto kuptohet që janë prej këtyre veprave më të rënda, edhe prej veprave që kur quhen kufër, do më thënë është aty në kufirin e hollë. Do më thënë mund t'jetë brenda islamit, po është afru shumë kufirit, ose shumë let del prej islamit edhe bëhet kafir. Prandaj njeriu duhet të nxitojë, të pendohet sa ka mundësi për pendim. Edhe secili mund të pendohet derisa nuk i ka arritur nuk i ka arritur shpirtin në fyt, në gargara, edhe përpara se të lind dielli nga perëndimi. Secili mund të pendohet, edhe nëse është penduar, atëherë janë shlyer ato gjinohe, edhe nëse i ka thënë dikujt kafir, edhe nëse i ka bartur këto, do të thënë këto tesha të rënda, por është penduar dhe i ka hequr, atëherë Allahu është falës dhe e pranon pendimin. Pastaj në hadithin tjetër ka thënë Imam Bukhari rahimahullah, haddathana Umar, qala haddathana abi, قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عدي بن ثابت قال سمعت سليمان بن سرد رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Pra me këtë zinxhir transmetohet nga Sulejman ibn Surd, ose Surad. Sulejman ibn Surad, që ka qenë një prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky Sulejman ibn Surad e ka pas emrin Yasar dhe ja ka ndryshuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ja ka bërë Sulejman. Është prej fisit Khuza'a, kunja e tij është Abu Mutarrif. Po është sahabi i madh, ka jetuar në Kufe, ka qenë njeri i devotshëm, i vlefshëm, i vlerëshëm dhe ibadetxhi i madh. Ka pasur gjithashtu pozitë dhe vlerë në mesin e popullit të tij. E kanë vrarë i bie se e kanë vrarë shijat në Ainul Warda, në një vend që quhet Ainul Warda. Dhe gjithashtu ajo tani është quajtur Ainul Warda, quhet Ra'sul Ain në Xhezira. I thon Xhezira, do të thënë si ishull, i kam thënë pjesës mes dy lumenjve, mes lumit Eufrat dhe Tigër. Do të thënë dy lumenj që janë në Irak. Do të thënë ajo pjesë që e rrethojnë ata dy lumenj e kanë quajtur Xhezira, do të thënë ishull. Pra nuk është ishull realisht, por ai rajon. E kanë vrarë në këtë vend, do të thënë në vitin 65 të Hijretit. Radhiyallahu anhu. Ka thonë, pra transmeton Sulejman ibn Surad radhiyallahu anhu, ka thonë istabba rajulani inda an-nabi sallallahu alayhi wasallam faghadiba ahaduhuma fashtadda ghadabuhu hatta intafakha wajhuhu wa taghayyar. Do të thonë dy veta në pranit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam filluan të shahen dhe të grinden. Dhe njëri prej tyre u zemrua dhe ju shtua zemrimi sa që ju fry ftyra edhe ju ndryshu ngjyra. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu alladhi yajid. Ka thënë unë di një fjalë që nëse e thot ky, atëherë do t'i largohet kjo të cilën e ndjen, do të thënë kjo nervoz dhe ky zemrim i madh. Pastaj ka thot ky sahabi, fantalaqa ilayhi ar-rajul fa akhbarahu bi qawli an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa qala, pra shkoi ky njeri te ky njeri, do të thënë, shkoi, pra ka shku, si duket ka shku vet ky sahabi që transmeton këtë ndodhi, edhe i ka treguar atij njeriut se çka ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe i ka thënë: ta'awwadh billahi minash shaitanir rajim. Pra kërko mbrojtje tek Allahu nga shejtani i mallkuar. Pra thuaj a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ka thënë atara bi ba'san, ka thënë a mendon se kam diçka unë, do të thënë se kam shejtan. E majnunun ana, ka thënë a jam unë i çmendur, idhhab, do të thënë shko, largohu.
Në këtë hadith do thotë tregohet se zemrimi I tepërt dhe nervoza e tepërt, kur nuk është në vendin e vet, domethënë kur nuk është për hir të Allahut subhanahu wa taala, është prej shejtanit. Domethënë nervoza dhe zemrimi, nxemja e madhe, pasi ky zemrim është komentuar si vlim I gjakut zemrës. Domethënë e dini rrahja e shpejtë e zemrës edhe vjen gjaku edhe skuqet fytyrave e entet. Domethënë ky është zemrimi, nëse nuk është për hir të Allahut, domethënë nuk është për shkak se është shkelur një ligj I Allahut ose pse bëhet një haram ose pse ndryshohet diçka prej fesë Allahut, por bëhet për diçka tjetër, për çështje dunjas ose për çështje personale, atëherë ky zemrim është prej shejtanit. Për këtë shkak pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thënë këtë, pra unë e di një fjalë që nëse e thot ky, do t'i largohet kjo, do t'i largohet kjo ndjenjë të cilën e ka. Dhe në tjetër transmetim përmendet teksti nga pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, se ka thënë nëse thot a'udhu billahi minash shaitanir rajim, do t'i largohet kjo që është duke e ndjerë. Kurse këtu në këtë transmetim thot se ky njeriu ka shku, pra kuptohet se e ka marrë prej pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, I ka thënë thuaj a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Do të thënë strehojmë tek Allahu nga shejtani I mallkuar, ose kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga shejtani I mallkuar. Por ai njeriu si është përgjigjur, e ka refuzuar këtë fjalë. Ka thënë a mendon ti se jam I çmendur unë, ose a mendon se kam diçka? I ka thënë largohu mu. Këtë fjalë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke e nxjerr nga fjala e Allahut, se ka thënë Allahu subhanahu wa taala wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'idh billah. Do të thënë nëse të prek një prekje prej shejtanit, do të thënë të vjen një vepër ose një ndjenjë që e ka sjell shejtani, atëherë kërko mbrojtje tek Allahu ose strehohu tek Allahu, innehu huwas samiul alim, sepse Allahu është gjithë dëgjuesi I gjithdijshmi. Mirë po, ky njeri pse ka refuzuar? Disa prej dietarëve kanë thënë se ky ka qenë mosbesimtar. Thotë që nuk e ka pranuar pra këshillën e sahabiut. Disa kanë thënë ndoshta ka qenë prej munafikëve, do të thonë që ka reaguar në këtë mënyrë. Disa kanë thënë që ka qenë musliman, por ka qenë prej beduinëve, do të thonë që s'kan pas dituri, dhe ai me njohjen e tij ka menduar se kjo fjalë thuhet vetëm nëse është I çmendur, ose nëse ai është I smur prej xhinëve. Do të thënë atëherë duhet ta thotë këtë fjalë. Edhe ka menduar se nuk është vendi për t'u thënë kjo fjalë, do thotë në të gjitha këto raste ose ka qenë mosbesimtar ose munafik, ose ka qenë besimtar, mirë po nuk ka pas dituri, edhe ka menduar se kjo këshill nuk e ka vendin këtu, edhe ka refuzuar këtë fjalë të sahabiut. Pra nuk e ka thonë direkt pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. Dhe prej kësaj gjithashtu mund të nxirret edhe një mësim I rëndësishëm, se ka disa raste ku nuk duhet t'i flitet dikujt, njeriut. Do të thënë si është në rastin tjetër, e kemi përmendur edhe tjetër herë, ka pa pejgamberi sallallahu alejhi wasallam një grua duke qartë një varr. Edhe I ka thënë, oj robresha Allahut, turo. Do të thënë, pra kjo ka qenë këshill dhe për lehtësim. Dhe ajo ka thënë, largohu prej meje se ti nuk të ka ndodhur ajo që më ka ndodhur mua. Dhe pejgamberi sallallahu alejhi wasallam është largu. Pra nuk ka këmbgulur në këshill edhe në qortim, sepse pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka vepruar për të arritur kënaqësinë e Allahut dhe ka vepruar që të ndodh korrigjimi dhe përmirësimi. Edhe ka disa gjendje që nuk bën asnjë dobi këshilla. Edhe madje nëse I flitet në njeriu në gjendje të caktuara, ka mundësi që e thellon më shumë mëkat ose bëhet shkaktar që të bëj kufër ai njeri. Edhe prandaj ndonjëherë lihet, do të thënë në gjendje, ndoshta mund të këshillohet më vonë ose në mënyrë tjetër,
Sa i përket këtij rastit me atë gruan, do të thënë ajo nuk e ka njohur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj e kanë informuar dhe ajo ka kërku, do të thënë është arsyetuar për këtë, se ka thënë nuk e dija se kush je ti. Edhe për këtë rast, do të thënë nëse ka qenë besimtar, ka ndonjë arsyetim, do të thënë nga ijtihadi kështu me radhë, por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka këmbgulur, as nuk ka gjykuar, as nuk e ka detyruar, si guxon ti, do të thënë si bëjmë shumica prej nesh, prej ignorantëve, do të thënë që i them si guxon ti të ma refuzosh fjalën time, ose si nuk e pranon, edhe patjetër duam në atë moment. Edhe kjo jep të kuptojmë se bëhet për vetvete, jo për Allahun subhanahu wa taala. Prandaj duhet të mësojmë nga këto mënyra të edukimit nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtë kuptim e jep edhe hadithi i radhës, edhe tema që ka thënë Imam Buhari, babu man lam yuwajihi an-nas bi kalamihi. Do të thënë temë që tregon për atë që nuk i ballafaqon njerëzit me fjalët e tij. Do të thënë nuk ja thot direkt fjalën, por e thot fjalën që të arrihet qëllimi, të arrihet këshilla, por nuk është patjetër direkt. Patjetër, do të thënë t'i thuhet atij, sepse në disa raste mund të jetë nënçmim. Thot Imam Bukhari rahimahullah, حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قالت عائشة رضي الله عنها. Pra me këtë zinxhir transmetohet nga Aisha radhiyallahu anha se ka thënë ajo, sana'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shay'an farakhasa fihi. Do thotë bëri diçka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e lejoi, e bëri lehtësim, do të thënë lejim në atë çështje. Fatanazzaha anhu qaumun. Edhe disa njerëz u larguan, si më thënë, sigur, do thotë, sigur ta pastrojnë veten prej asaj vepre. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله. Dhe kjo fjalë e tyre i arriti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ai mbajti ligjërat, një hutbë, falenderoi Allahun, pastaj tha: "Ma balu aqwamin yatanazzahuna 'ani shay'i asna'uhu." Do të thënë, si është puna me disa njerëz të cilët sikur duan të pastrohen nga një vepër të cilën e bëj unë. Fa wallahi inni la a'lamuhum billah wa ashadduhum lahu khashya. Se ka thënë pasha Allahun, unë jam më i dituri për Allahun, dhe unë jam më që më shumë të i friksohem Allahut subhanahu wa ta'ala. Kjo vepër të cilën e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka disa komentime ose disa mendime të dietarëve. Disa kanë thonë që e ka bërë, do të thotë është prishja e agjerimit në udhtim. Disa kanë thonë se janë për qëllim ata 3 veta, dhe ky si duket është mendimi më i saktë. 3 veta që kanë shkuar te gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i kanë pyetur për ibadetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe i zhdukur atyre pak. Edhe dikush ka thënë, unë nuk do ta prish agjerimin asnjëherë. Do të thënë, pasi mendimi i tyre ka qenë se veprat që i bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam janë që të na sqarojnë se janë të lejuara. Do thotë martesa me gra, edhe po ashtu, do të thënë mos agjerimi i vazhdueshëm, edhe gjumi gjatë natës janë të lejuara. Edhe ata kanë menduar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka bërë këto që të na mësojë ne se janë të lejuara. Mirë, po ne nuk i bëjmë këto. Ne, njëri ka thonë, unë do të falem gjithë natën, çdo herë. Asnjëherë nuk do të flej, po vetëm do të falem. Tjetri ka thonë, do të agjeroj gjithmonë. Tjetri ka thonë, nuk martohem me asnjë grua, do të thonë që bëj ibadet. Do thotë në këtë mënyrë, ose siç tham, ka ndodhur në udhtim kur e ka prishur agjerimin Ramazan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, disa njerëz kanë refuzuar, edhe kanë thënë se ne nuk e prishim. Atëherë
pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka mësuar se ka thënë inni a'lamuhum billah, do të thënë unë jam më i dituri për Allahun. Do të thënë unë e di çka ka urdhëruar Allahu dhe çka ka ndaluar, e di si fitohet kënaqësia e Allahut dhe si ruhet robi nga zemrimi i Allahut, edhe gjithashtu wa ashadduhum lahu khashya. Edhe unë jam që më së shumti i friksohem Allahut subhanahu wa taala dhe ruhem prej dënimit dhe zemrimit të tij. Atëherë pra obligimi i gjithë umetit është që ta ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në secilën çështje, edhe në ibadete, edhe në urdhra dhe si themi në ashpërsi, domethënë, edhe në lehtësim. Domethënë edhe ato që janë urdhra të prera që duhet patjetër të bëhet, duhet ta ndjekim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe aty ku ka lehtësim, domethënë që lejohet prishja e agjerimit në udhtim, gjithashtu lejohet që njeriu edhe të flej, edhe të falet, edhe të martohet, edhe të hajë, edhe të agjeroj. Domethënë në të gjitha këto duhet ta ndjekim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ky është kuptimi në përgjithësi i kësaj pjese të hadithit. Kurse qëllimi për cilën e ka përmendur autori rahimahullah është e qartë. Pjesa e parë, se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ma balu aqwamin. Do të thonë si është puna me disa njerëz që bëjnë kështu. Pra nuk i ka përmendur me emra. Edhe të thotë filani ka thonë kështu, ai është i devijuar, ai nuk kupton. Nuk ka qenë kjo rrugë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por do thotë kur është e mjaftueshme që mos, do të thonë, të bëhet përmirësimi dhe dobia, dhe kur nuk ka nevojë të përmendet emri. Pra nëse nuk ka nevojë, nuk përmendet. Por thuhet, disa njerëz bëjnë kështu, edhe kjo është vepër e gabuar, me argumente të kështu me radhë, pa e specifikuar njeriu, do të thonë që e ka bërë këtë, nëse nuk ka nevojë. Nëse është e domosdoshme që të paralajmërohet, edhe t'i thuhet njerëzve ruhuni prej filanit, sepse e ka këtë devijim, këtë gjithashtu e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, në shumicën e rasteve dhe rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë që nuk ja ka drejtuar fjalët direkt njerëzve. Edhe të thot filani ose t'i drejtohet atij. Domethënë ti ke bërë kështu që të jetë në çmim në mesin e të tjerëve, këtë nuk e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe një hadith do ta lexojmë për sot. Nuk e di ku shifet sa minuta anda. Mirë, edhe vetëm këtë hadith që besoj se është i njohur për shumë prej jush. Gjithashtu në temën tjetër ka thënë Imam Bukhari rahimahullah, babu men qala li akhihi ya munafiq fi ta'wilin ta'awwalahu. Do thot kush i thot vllajt vet o munafik me një interpretim që e ka. Do të thënë që mendon se është e saktë ti thuhet, edhe mendon se lejohet të thuhet munafik. Do të thënë nëse dikush e thot këtë fjalë dhe ai e interpreton se është e lejuar ose është e saktë, do të thënë si është gjendja e tij ose si është gjykimi për ta. Ka thonë pra Imam Bukhari rahimahullah, حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا حسين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول. Pra me këtë zinxhir transmetohet nga Abu Abdurrahman as-Sulami rahimahullah, thotë kam dëgjuar Aliun radhiyallahu anhu duke thënë ba'athani an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa az-Zubair ibn al-Awwam wa kilana Faris faqal. Do të na dërgoi i dërguari Allahut sallallahu alayhi wa sallam mua dhe Zubair ibn Awamin, dhe të dy ishim me kuaj të shpejt, domethënë kalorës. Dhe na tha intaliqu hatta tablughu rawdata kadha wa kadha. Ka thënë nisuni derisa të arrini te kopshti kështu e kështu, te filan kopshti.
wa biha imra'atun ma'aha kitabun min Hatib ila al-mushrikin. Edhe aty do të gjeni një grua dhe ajo e ka letrën nga Hatib ibn Abi Balta'a, do të thënë që ja ka dërguar mushrikëve. Fa'tuni biha, edhe ma sillni këtë letër. Dhe thot fawafaynaha tasiru ala ba'irin laha haythu wasafa lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Edhe e arritëm këtë grua të hipur në deve duke udhëtuar, do të thënë për Mekë, në vendin që na e përmendi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Faqulna al-kitabu alladhi ma'aki, i tham nxirë letrën që e ke me veti. Qalet ma ma'i kitab. Ajo tha, unë nuk kam asnjë letër. Thot fa bahathnaha wa ba'iraha, si thuhet, hulumtuam ose e kontrolluam atë dhe devën e saj, edhe nuk gjetëm asgjë. Faqala sahibi, thot Aliu radhiyallahu anhu, shoku im tha, ma ara, do të thënë nuk shoh, pra nuk paska letër. Faqultu ma kadhaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka gabuar. Do thotë patjetër e ka, ose nuk ka gënjur. Kjo është gjithashtu në gjuhën arabe përdoret fjala kadhib për khata. Do të thonë nuk ka gabuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra nuk ka thënë diçka që nuk është e saktë. Edhe i ka thënë pasat në dorën e të cilit të shpirti im, la ujarridannaka aw la tukhrijannahu. Do të thonë do të zhvesh lakuriç ose do të më nxjerrësh letrën. Atëherë thot fa ahwat bi yadiha ila hujzatiha wa alayha izaru suf. Atëherë futi dorën te kollani i izarit të saj, dhe kishte një izar të leshtë. Fa akhrajat, do të thonë dhe e nxori letrën. Fa atayna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala Umar, pra ja sollëm këtë letër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe Omeri tha, khana Allah wa rasulahu wal mu'minin. Do të thonë ky e tradhtoi Allahun, të dërguarin e tij dhe besimtarët. Da'ni adrib unuqah. Do të thonë më lejo t'ja heq kokën, thotë këtij tradhtari. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ma hamalak, do të thonë ç'të shtyu ta bësh këtë, o Hatib. Ai ka thënë ma bi illa an akuna mu'minan billah. Do të thonë nuk kam tjetër gjendje përveç se besoj në Allahun. Wa arad, do të thonë nuk jam munafik, as nuk kam tradhtuar. Por thot wa aradtu an yakuna li 'inda al-qawmi yad. Do të thotë desha që te mushrik, te ata Quraysh, do të thonë Mekë, kem një favor, do të thonë që ju kam bërë një favor, që si sqarohet në transmetime të tjera, të më mbrojnë familjen. Atëherë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sadaqa ya Umar. Do të thënë të vërtetën ashtu duke thënë o Omer. Dhe ka thënë awalaysa qad shahida Badran, do të thënë a nuk është ky që ka marrë pjesë në luftën e Bedrit? Dhe thot la'alla Allah tala'a ilayhim faqal, do të thënë Allahu u është drejtuar atyre që kanë marrë pjesë në luftën e Bedrit dhe u ka thënë i'malu ma shi'tum faqad wajabat lakumul janna. Do të thënë veproni çka doni se ju e keni të siguruar xhenetin. Fadama'at 'ayna Umar. Atëherë çau Omeri wa qal Allahu wa rasuluhu a'lam. Do të thënë Allahu dhe i dërguari i tij e din më së miri. Do thotë në këtë hadith, siç e shihni, është përmendur në një transmetim se Aliu radhiyallahu anhu ka shkuar me Zubair ibn Awam. Edhe Zubair ibn Awam është djali i hallës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kurse Aliu, djali i xhaxhait të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe të dy janë prej 10 të përgëzuarve me xhennet. Transmetim tjetër thuhet Zubair ibn Awam dhe Miqdad. Kurse në transmetim tjetër Ebu Mirthad al-Ghanawi, do të thënë 3 veta. Aliu, Zubair ibn Awam dhe Miqdadi, ose Aliu, Zubairi dhe Ebu Mirthad al-Ghanawi. Do thotë se kanë shkuar këta të 3. Kurse
në transmetim tjetër që transmeton Taberiu thotë wa ma'i Zubair ibn al-Awam wa rajulun min al-Ansar. Dhe ishim me Zubair ibn al-Awamin dhe një prej ansarve, kurse Miqdadi dhe Abu Mirthad al-Ghanawi nuk janë prej ansarve, të gjithë janë prej muhaxhirëve. Mirë, do thotë kanë shkuar 2 ose 3 veta dhe e kanë arritur, kanë qenë me kuaj të shpejt, si është në transmetim tjetër, do të thonë morëm kuaj të shpejt, që e kanë arritur pikrisht e kanë taku këtë grua te ai vend që e ka përshkruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në tjetër transmetim thuhet derisa të arrini Raudat Khakh, do të thonë në kopshtin që është quajtur me këtë emër. Dhe ky vend është afër Medinës në rrugën për Mekke. Do thotë u ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur do të arrini aty do ta gjeni këtë grua dhe saktësisht ata do thotë kjo është prej mrekullive dhe argumenteve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse u ka thënë aty do ta takoni, kurse aty e kanë takuar atë duke ecur me deve, duke shkuar për Mekke. Do të thonë prandaj edhe shpejtësia e këtyre nuk ka qenë diçka e njohur për do të thonë për njeriu paraprakisht. Do të thonë me çfarë shpejtësie kur do të arrin, sepse ajo ka qenë duke udhëtuar, edhe këta janë nisur nga Medinja, por është, do të thënë, me dituri me të cilën e ka frymzuar Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe dituri të cilën ja ka zbuluar Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo është në kohën para luftës së çlirimit të Mekkës. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para se, do të thënë, kur kanë filluar përgatitjet për luftën për Mekke, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është lutur, ka thënë Allah mos ua zbulo do të thotë synimet tona ose planet tona mushrikëve. Ose mbuloa, do të thotë që mos i marrin vesh. Edhe kjo ka qenë gjithashtu tjetra mucizë ose tjetri argument i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që Allahu ja ka zbuluar këtë planifikim të këtyre 2 personave. Dhe e kanë gjetur, do të thonë, letrën ashtu si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj Hatib ibn Abi Balta'a ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Hatib ibn Abi Balta'a njëherë është një prej luftarëve ose pjesëmarrësve në luftën e Bedrit, dhe është që e ka dërguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me letrën e tij thirrse te Muqawqis, do të thënë një prej mbretërve dhe udhëheqësve që kanë qenë përreth. Pas marrëveshjes së Hudejbijes, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ka dërguar letra disa mbretërve të mbretërive që kanë qenë përreth, që kanë qenë në Gadishun Arabik dhe përreth. Edhe një prej tyre ka qenë Hatib ibn Abi Balta'a, do të thonë një delegat ose një emisar apo si do të ambasadori pejgamberit sallallahu alaihi wasallam te al-Muqawqis. Edhe ky Muqawqis i ka thënë ti beson se ky Muhamedi është pejgamber? Ka thënë po, besoj, ai është i dërguari i Allahut. Ka thënë pse nuk jesh lutur Allahut kundër popullit të tij kur ata e kanë nxjerr prej Mekkës. Do të thënë ky argument ka qenë krishter, ka pasur njohuri për jetët e pejgamberëve, edhe kuptohet se nxjerrja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, secilit pejgamber, nxjerrja nga vendi ose lufta kundër pejgamberit është krimi prej krimeve më të mëdha. Dhe ka thënë nëse është pejgamber pse nuk është lutur kundër popullit të tij që Allahu t'i shkatrojë ata. I ka thënë Hatib, ti a dëshmon se Isa i biri Merjemes është i dërguari i Allahut? Ka thënë po. Ka thënë atëherë pse nuk është lutur ai kundër popullit të tij kur ata kanë dashur ta gozdojnë në kryq. Edhe i ka thënë Muqawqis, anta hakim, ji'ta min indi hakim. Do të thënë ti qenë ke njeri i urtë,
edhe i mencur, edhe vjen nga një njeri i urtë, do të thënë pas kënj dituri dhe njohuri dhe urtësi. Pra, këto janë disa prej vlerave të Hatib ibn Abi Balta'a, edhe kuptohet se këtë veprim nuk e ka bërë se ka mohu islamin ose se është larguar prej besimit, por, siç përmendet në transmetim tjetër, kur i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ç'të shtyu ta bësh këta, ka thënë ti dhe muhaxhir tjerë keni familjar edhe të afërt, më thënë familjen më të gjerë, që ju a kanë mbrojtur pasurinë dhe familjet më të ngushta, ju a kanë mbrojtur në Mekë. Kurse unë jam njeri i ardhur, do të thënë nuk ka qenë prej Kurejshve, ka ardhur prej ndonjë vendi tjetër, ka jetuar në Mekë, dhe ka thënë nuk ka askush kush më mbrojt, ka pasur djem në Mekë, edhe do të thënë e ka ditur se tani ata kanë qenë gjithë këto vite në luftë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe do të ndodhe një luftë në Mekë, edhe ka thënë mendova që kjo të jetë diçka që do të jetë shkak që ata të më mbrojnë, do të thënë familjar, fëmijët dhe vëllezërit e tij. Do thotë ky ka qenë qëllimi dhe kjo ka qenë e gjitha. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë pasi dikush, do të thënë pasi ka thënë Omeri radhiyallahu anhu që ta vras kët munafik, është në tjetër transmetim, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra të vërtetën e tha Hatib, edhe ajo është prej pjesëmarrësve në luftën e Hudejbiyes. Po ashtu përmendet se një njeri më përpara, do të thënë tjetër rast, një shërbetor i Hatib ibn Abi Balta'as është ankuar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ta, edhe ka thënë, o i dërguari i Allahut, ai është Hatibi është njeri për në zjarr, do të thënë nga urrejtja që e ka pasur ose nga grindja, do të thënë momentale, ka thënë ai do të shkojë në xhehenem. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kadhabta la yadkhuluha, do të thënë gënjeve, pra ose gabove, pra Hatibi nuk hyn në xhehenem, fa innahu shahida Badran wal Hudaybiyah. Do të thënë sepse ai ka marrë pjesë në luftën e Bedrit dhe në marrëveshjen e Hudejbiyes. Pra gjitha këto janë argumente të padyshimta se Hatib ibn Abi Balta'a ka qenë besimtar me besim të pastër, nuk ka pasur dyshim, por shkaku për këtë veprim ka qenë i saktë, siç e ka sqaruar ai, edhe i vërtet, sepse ja ka vërtetuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por pse ka sjell këtu Imam Buhari këtë hadith, e qartë është se e ka sjell për shkak se do të thënë pasi u fol për ndalimin e ashpër që të thuhet munafik ose kafir ose kështu, por nëse dikush ka ndonjë interpretim ose dyshim që mendon se ban t'i thuhet në këtë rast, atëherë nuk e merr këtë mëkat. Pra ka thonë Omeri radhiyallahu anhu, më lejo t'ja heq kokën, dhe thotë që nuk kupton se ka menduar Omeri se është munafik. Edhe mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka korrigjuar edhe Omerin, edhe nuk ka lejuar që të ndodhë grindje mes sahabeve. Do të thënë, kjo po ashtu kanë përmendur prej dobive të këtij hadithi, vlera dhe pozita e Omerit radhiyallahu anhu te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Se në këtë gjendje, në këtë situatë ne duhet ta imagjinojmë pak si ka qenë, do të thënë këtë mezhlis ku kanë qenë sahabët, edhe këta kokat e sahabeve dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe sjell një njeri me peshë të rëndë, do të thënë, një njeri që ka marrë pjesë në luftën e Bedrit dhe Hudejbiyes, edhe duket sigur i ka tradhtuar musliman dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Atëherë askush s'ka guxuar të flasë. Do të thënë nuk ka folur askush prej sahabeve, vetëm Omeri radhiyallahu anhu, do thotë, e ka pasur këtë pozitë dhe këtë vlerë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka folur. Mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka sqaruar Omerit dhe Hatibit edhe të gjithë të tjerëve, do të thënë me fjalë qetësuese dhe përmirësuese që i ka ftohur, do të thënë gjaqet e të gjithëve, edhe është
përforcuar lidhja edhe më tutje, do të thënë ka vazhduar lidhja mes sahabeve dhe saqë Omeri radhiyallahu anhu ka qarë nga ky qëndrim i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka treguar se këta pjesëmarrësit e Bedrit, do të thonë, nuk ka mundësi që të dalin kufër. Do të thënë në atë periudhë ku thjesht e gjithë bota ka qenë kundër këtij grupi të vogël, që kanë qenë pak përmi 300 veta, edhe ata kanë qenë të gatshëm, do të thonë, të japin çdo gjë, edhe ta japin jetën e tyre për imanin edhe për Allahun subhanahu wa taala. Atëherë këta njerëz nuk dalin prej islamit, bile edhe nuk bëjnë mëkate të rënda, të mëdha. Prandaj Allahu ka thënë bëni çka doni, veproni çka doni, do të thonë se Allahu e ka ditur se ata nuk do të bëjnë mëkate të mëdha, aq më pak, do të thonë kufër. Edhe ka thënë bëni çka doni se ju a kanë falë të gjitha, ose në këtë transmetim se ju e keni obligim xhenetin. Do të thonë është kryer çështja juaj se ju patjetër do të jeni në xhenet. Mirë, ju thash ky hadith i fundit, po vetëm edhe 2 hadithe vetëm do t'i lexojmë. Babu men qala li akhihi ya kafir, do të thonë kush i thot vllajt vet o kafir. U thanë disa prej haditheve, një është prej Abdullah ibn Umar, këta të dy hadithe janë prej Abdullah ibn Umarit radhiyallahu anhuma, se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ayyuma rajulin qala li akhihi kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma." Do të thonë secili njeri që i thot vllajt vet o kafir, do të njëri prej tyre e ka marrë këtë fjalë ose e ka merituar këtë fjalë. Dhe në hadithin tjetër thot Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Idha qala lil akhar", do të thonë kur njeriu i thot tjetrit kafir, faqad kafara ahaduhuma. Do të thotë nëse i thot njeriu tjetër kujt kafir, atëherë njëri prej tyre ka bërë kufër. In kana alladhi qala lahu kafiran faqad sadaq. Do të thonë nëse është ai të cilit i ka thënë kafir, atëherë ka thënë të vërtetën. Do thotë njëri do ta marrë. Nëse është ai kafir me të vërtetë, do të thonë ky e ka thënë të vërtetën. Wa in lam yakun kama qala lahu faqad ba'a alladhi qala lahu bil kufr. Do të thonë nëse nuk është ai ashtu, ai të cilit i ka thënë, atëherë e ka marrë ky këtë fjalë. Do të thonë njëri prej tyre patjetër e merr, si tham, ai njeri i cili imanin e shpall kufër, mos besim. Thotë, do të thonë kjo fe që e ke ti është kufër. Atëherë ka thënë Allahu wa man yakfur bil imani faqad habita amalu. Do të thonë ai që e mohon imanin, veprat e tij janë asgjësuar. Do të thonë ka dalë, ai ka bërë kufër. Pasi, do të thonë e ka llogaritur islamin të pavërtetë. E ka llogaritur islamin se është ose fen të cilin e ndjek ky njeri, e ndjek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e ka llogaritur se është kufër, atëherë padyshim se ai është kafir, ai që e ka bërë këtë. Tjetra, siç tham, nëse e shan, do të thonë do vetëm ta ofendoj këtë, dhe këtë llogarit të lejuar, atëherë gjithashtu edhe pse nuk beson se islami është kufër, më thënë islami është i pavërtet, nuk beson kështu, por e shan këtë musliman me këtë fjalë dhe mendon se është e lejuar kjo, gjithashtu ai ka bërë kufër. Do të thënë këto na i ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se pasojat e kësaj fjale të keqe, që ti thuhet dikujt kafir. Thotë ose është për qëllim se ai njeri që bën këtë mëkat, që i thot muslimanëve qafira, ai do thot mëkati i tij do ta çojë deri në kufër. Ose kam thënë disa prej dietarëve, nëse i thot vllajt vet kafir, kurse të dy janë në fenë e njëjtë, do të thonë ai vetveten e ka bërë kafir. Do thotë që pasi jeni njësoj edhe i thua atij kafir, do të thonë atëherë kjo fjalë i kthehet këtij që e ka thënë. Po ashtu kam thënë, nuk e bën musliman, nuk i thot muslimanit kafir askush përveç dikujt që është kafir. Do të thonë që nuk e beson islamin, si janë, do thotë, rafidit,
Do të thënë, këto janë shkurtimisht këto sqarime. Allahu ju është përbleft më të mira për dëgjimin dhe ne bani Allah për zgjatin. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin.